U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe me temë rrjedhën e emisionit, siç e potencova në fillim të emisionit. Çdo të martë kemi gazetarin nga qyteti i Tetovës, Visar Sadiki, i cili gjithmonë mundohet të na sjellë biseda të ndryshme në emisionin tonë Ritmi i ditës. Kësaj radhe do flasim pikërisht për Kodrën e Diellit, se si është gjendja, problematikat dhe risitë në këtë vend turistike. E dim që tani më është sezoni i Kodrës së Diellit, ku shumë vizitor kanë në këtë moment. Dhe Visar Sadikun e kemi në linjë të drejt për drejt bashku me drejtorin e Kodrës së Diellit, Gani Ali. Shpresoj që tani më Visarin e kemi gati dhe na dëgjon. Përshëndetje Visar. Përshëndetje dhe për ju Rehan, për gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë. Ashtu siç e theksuat, sot do të flasim me drejtorin e Kodrës së Diellit, Gani Ali, i cili do të na flet për fillimin e sezonit dimror në këtë qendër turistike, që është një ndër qendrat perl të Ballkanit, ndërkohë që do të flasim për investimet që kanë ndodhur brenda mandatit apo brenda periudhës që ai është në krye të këtij institucioni, për problemet, por edhe për gjëra të tjera të cilat është në interes të dëgjuesve apo në interes të publikut. Zoti Ali, faleminderit shumë që pranove ftesën dhe gjithmonë jeni të hapur për të biseduar, qofshin edhe problemet, por edhe të mirat e Kodrës Diellit. Faleminderit edhe juve që interesoheni për skiqendrën tonë. Atëherë veç më ka filluar sezoni dimror, si po ecin punët edhe si po ecën sezoni këtë vit? Po, sezoni i skimit ka filluar edhe pse pak vonë, krahasim me vitin e që e lam pas. Mirë po, mirë është duke ecur, kemi borë, kemi skiator, vazhdojmë me punë. Atëherë si funksionon? A janë të gjitha, kemi ndonjë probleme tek themi të ski lifta, siç është Gjashucia, Diucia, her pas here kushtet klimatike ju mundsojnë çdo ditë që të jenë të gatshëm 100% të gjitha ski liftet në Kodrën e Diellit? Sa i përket kësaj çështje, ne të gjithë ascensorët, teleferikat i kemi bërë kontroll, edhe të gjithë janë në funksion çdo ditë. Veç mas në qoftë se ndodh erëra të forta apo mjegulla, ne kemi edhe një sitin ton i cili jep alarmin se duhet mos skijohet, se nuk ka shikim apo ka mos të ndodh diçka problematike. Edhe ne i lutemi edhe skijatorët që kur ka ndale skijimit të në kuptojnë se ajo është shkaku i sigurisë së tyre. Atëherë, pjesa më e madhe e vizitorëve, keni ndonjë numër caktuar të cilët vizitorë më së shumti e vizitojnë qendrën turistike, përveç shqiptarëve parreth, kemi edhe nga shtetet e huaja, shtetet parreth? Shifeni, do me thonë, së pari vinë skiatorët e vendit tonë, të Maqedonisë, pastaj skiatorët e Kosovës, Shqipërisë, kemi nga Polakia, kemi nga Bugaria edhe shumë vende të tjera, çdo ditë atje lart mund të hasni. Atëherë, drejtor, kur jemi te vizitorët, për shkak se dihet një ndër problemet kryesore, jo vetëm në mandatin tuaj, por në mandate tjera, është çështja e parkingit, çështja e infrastrukturës. Çka po ndodh? Çdo herë njëjtat problemet, njëjtat situata. Parkingu është një ndër problemet kryesore. A keni menduar të bëhen ndonjë zgjidhje ajo? Shifeni se i përket çështjes së parkingut, ne si drejtori këtë vit jemi munduar që të gjithë parkingjet t'i kemi të pastruar, prej të Hotel Slavia deri te Hotel Pova Shapka poshtë, edhe aty kemi bërë një parking të vogël, aq sa kemi mundur që të kemi një pak më shumë vende për parking, ndërsa sa i përket parkingjeve të reja, jeni edhe vetë të informuar se qeveria ka informuar së bashku me kryetarin Kasami që do ketë edhe një marrëveshje të re e cila pritet do të finalizohet për Kodrën e Diellit. Ne edhe personalisht e kemi vizituar këtë vit Kodrën e Diellit, shohim që vërtet edhe pse bëhet kaos, përsëri ka një rënditje, ka edhe sigurim personal, themi që është në Kodrën e Diellit, shohim se shumë më mirë ecën puna se herave tjera. Çka siguron kompania e sigurimeve atje? Merret vetëm me pjesën e rënditjeve të veturës, parkingeve apo edhe për sigurinë e turizmit në përgjithësi?
Kompania e sigurimeve do me thonë merret së pari prej te parkingu, edhe deri te ashensorët edhe problemet që mund të ndodhin derisa të merr masa policia, po falë Zotit nuk kemi pasur asnjë problem. Kompania e sigurimit merret edhe me kontrollimin e biletave, edhe me mbajtjen e rendit nëpër teleferik, nëpër ashensor. Ku jemi tek biletat, keni thënë se është rritur dikon 10% apo dhe 100 denar në çdo bilet. A janë të kënaqur vizitorët dhe a kemi ankesa ndaj ato skiatorët të cilët çdo ditë janë atje për rritje çmimit apo jo? Përkundër kësaj, çka kemi një rritje domethënë lineare të vogël, duke marrë parasysh se shumë vite rrima është rritur, ndërsa ne nuk kemi bërë rritje të çmimit, ne kemi bërë një rritje të vogël se edhe këtë vit kemi komplet domethënë bileta të reja në funksionon me ngjira, jo një lloj bileta, edhe kemi bërë ndryshim edhe domethënë te hyrjet te dalje, çdo hyrje dalje funksionon, skiatorët e dinë se shumë vites nuk kanë pat funksion, tani të gjitha hyrjet daljet i kanë në funksion për të skiuar. Atëherë ku jemi te skimi, pistat janë të mira, ndërkohë që nëse nuk gabojmë ditën e premte dhe çtun është skim nate. Si zhvillohet, sa janë të kënaqur, kemi vizitorë edhe pse është natën edhe sa është cila orë fillon dhe kur përfundon skimi natës. Shifeni deri tani ne kemi bërë domethënë 3 net skim natë, një pa pagesë për skiatorët edhe 2 me pagesë prej ora 7 deri ora 10, domethënë 19:22, edhe kemi pasur mirë skiator, domethënë çka e skimin e natës. Dhe drejtor prapë të investimet, e përmendet më herët kemi di hotelet e restorantet që janë në qendër të institucionit Drejtoria e Kodrës Diellit, si Popova Shapka dhe Slavia. Çka po ndodh me këta? Janë di ndërtesa të cilët kanë qenë ikonë për Kodrën e Diellit, sot thyese të mbyllura tërësisht. Shifeni, për fat të keq, ato di hotele 20 vite ose 30 vite thonë ati nuk është investuar asgjë, vetëm është shkatëruar. Edhe për një vit, as për 2 vit, ajo nuk është çështje që mund të rregullohet. Mirë, po si që thash edhe më herët, presëm investitorin e huaj, edhe ato më mirë do e shohim çka do bëhet. Ajo është çështje edhe më e madhe, domethënë vendoset nga qeveria. Atëherë te investitori nuk ka më shumë se një muaj kryeministri Mickovski ishte në Kodër të Diellit për lutjen e mëngjesit që ka atje dhe paralajmëroi, po pa precizuar se cili do të jetë investitor, tha se është një investitor mjaft serioz i cili pritet të investojë miliona euro në Kodër të Diellit. Nuk është hera e parë që kryeministrat e vendit tonë premtojnë çdo funksionar partie, qofshin shqiptar, veçanërisht shqiptar, qofsh ai deputet, kryetar komune, thonë se çdo herë premtojnë për Kodrën e Diellit, ndërkohë që janë aty ku është Kodra e Diellit. Mendoni se do të lëvizë guri për të investuar në këtë qendër turistike? Unë mendoj se këtë radh ka më shumë interesim dhe besoj se do të ndodhë diçka me Kodrën e Diellit, pasi që qeveria së bashku me kryetarin e komunës bëjnë përpjekje të mëdha që Kodra e Diellit të ketë investitor. Të shërbimet publike, sa janë të kënaqur me mbledhjen e mbeturinave dhe është menaxhim të kompanisë super më herë apo është Po, shumë më herë. Si zhvillohet ajo? Keni pengesa gjatë periudhës se parkimin mbeturat aty? Domethënë ajo nuk është çështja e jon, po sa i përket çështjes së mbeturinave, unë e shoh se çdo ditë pas orës 4 ne kemi domethënë kamionin i cili i mbledh mbeturinat. Çdo ditë edhe ne kemi mbeturinat tona si ski qendër, shërbimin e marrim nga ato, edhe vinë dhe i pastrojnë. Normalisht tani kur ka borë shumë, ndodhin edhe vonesa, si që ndodhi ditën e diell, ama ditën e diell bora nisi herët mëngjes edhe ne kemi pak problem se në presim një 2-3 orë të bëjmë pastrimin rrugës. Shërbimet mjekësore, janë 20 temi aq sa funksionon Kodra e Diellit, a janë çdo ditë aty në terren për t'i dalë ndihmë.
skiatorëve të cilët nëse lëndohen gjatë skimit? Shifeni si çdo vit, edhe këtë vit, do me thonë gjatë pushimit të fëmijëve, kemi pasur hapur ambulantën e klinikës së Tetovës. Veç mas ambulantës, unë si skiqender, si kompani, kemi do me thonë të marrëveshje me njësitë shpëtimtare që bëjnë edhe kontrollet e pacientëve apo skiatorëve të lënduar, edhe tani jashtë vikendit kemi më pak vizitorë dhe nuk kemi hanë e inte, mirë po kemi njësitin tonë i cili merret me atë punë, ndoshta të premten shtunën edhe diellin kemi edhe ambulancën naltë që rinë çdo ditë prej ora 10 deri ora 4 aty. Atëherë tani është sezoni i ditë nëse nuk ka bënë në krye të institucionit temi sezoni dimror që funksionon. Ka ndonjë themi lëshim që është bërë sezonin e parë dhe tani keni përmirësuar kushtet? Po shifeni, kemi lëshime, do me thonë vitin e kaluar erdhëm shumë vonë, ndërsa tani i kemi pasur disa punë që të gjitha i kemi përpunuar që kemi mund prej verës përgatitjen për sezon e kemi bërë. Atëherë ku jam te kushtet edhe të punëtorëve, si ecën, sa punëtorë për momentin kemi dhe a janë të mjaftueshëm për të menaxhuar kodrën e diellit dhe pagesat si janë punëtorëve, shkon rregull diçka? Për momentin edhe punëtorët i keni lartë, do me thonë ne kemi punëtorë me kontrata 1 vjeçare, për fat të keq duhet me thonë se udhëheqësia paraprake i ka larguar nga puna disa punonjës, edhe tani të gjithi kemi me kontrata në vepër 1 vjeçare dhe punëtor sezonal si gjithmonë ka pasur kodra e diellit për sezonën e dimrit. E pyetja e fundit, sa do ta lehtësonte transportin themit e transporti publik, sa e ka lehtësuar themi atë të llovin që krijohet veçanërisht gjatë vikendeve, a e shfrytëzojnë qytetarët transportin publik? Qytetarët e shfrytëzojnë transportin publik edhe ajo është një lehtësim për ne se në vend që të ketë shumë vetura, vindi autobus që bardhin njerëzit edhe ka marrë më shumë lehtësim te parkinget. Zoti Ali, faleminderit shumë që ishi drejt për së drejti në programin Ritmi i ditës, faleminderit edhe një herë që ndatë kohë. Faleminderit edhe juve. Atëherë, Rehan këtu bashkë me mua ishte drejtori i qendrës të skimit të qendrës kodrës së diellit, zoti Gani Ali, i cili në pika të shkurtra theksoi edhe investimet që kanë ndodhur, edhe problemet, por edhe menaxhimin që po ndodh për momentin në kodër të diellit. Bashkë miropafshim në ditën e javën e ardhshme me tema të ndryshme. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë Visar juve dhe zotrin Gani Aliu, i cili dha informacione lidhur me kodrën e diellit.